Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, këto ditë edhe sot edhe nesër pala mbrojtëse në Tribunalin Special në Hag po vjen ta thot fjalën e saj përfundimtare, duke e goditur në thelb gjithë akuzën e prokurorisë speciale, e cila po ndërtoi një rrëfim thuajse krejt tjetër nga përjetimi kolektiv i kosovarëve në raport me regjimin tiran të Miloševićit. Po vjen kjo dëshmi e palës mbrojtëse, duke goditur pik për pik akuzën e prokurorisë dhe sonte kam ftuar një gazetar shumë vjeçar i pavarur në Gjermani, kolegun Dibrani, Aslan Dibrani, i cili në këtë emision do të paraqes jo vetëm observimin, shikimin e tij për këtë temë të rëndësishme, një prej temave më të rëndësishme të Kosovës pas luftës, por edhe observimin e tij mbi realitetin kulturor dhe politik gjithë shqiptar. Koleg Dibrani, faleminderit për kohën. Mbrëma. Faleminderit, mirë se u gjetëm edhe neve, i faleminderit edhe për ftesën që na keni bërë. Jeni ndër televizion kështu më serioze, me tema kombëtare, kuptohet, se ne kemi shumë televizione këtu, por vërtet Secili bën punën e tij në mjedisin liberal jemi po. Disa edhe ka mundësi që edhe mos shikohen fare, stërheqen. Ke telekomandë në dorë, ke zgjidhje po. Zoti Dibrani, është në përfundim një proces shumë maratonik, mjaft i kritikuar për mungesë transparence, edhe për shkelje drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, kritikët lartë në kombëtar ishin të një mendje që ndaj zotit Thaqe dhe tjerëve po bëhen e janë bërë padrejsi në këtë proces. Në shikimin tuaj, si e pat fjalën përfundimtare të prokurorisë dhe të palës mbrojtëse që po vjen ta thot fjalën e saj në këtë përfundim proces? Ky proces me të vërtetë është një proces i montuar, historikisht i pandarë nga politika evropiane, të cilën vërtet e kanë ndjekur edhe në këtë luftën e fundit, fatkeqësisht një luftë që në shumë të drejtë kemi, mirë po këta e kanë marrë me një ngritje akuse edhe të pa kur farë baze, kur çdo çlirimtar, çdo luftëtar, çdo njeri i cili del në front kuptohet që është i ballafaqsuar me armikun, është i ballafaqsuar me kriminal. Ata kanë dalë me çliruat dhe unë, kështu që vërtet është një fatkeqësi e madhe, po që të bëhet, po shpresojmë që ndërgjegjja do t'i reflektojnë këtë rast, edhe do t'i lirohen luftëtarët cilët vërtet kanë qenë edhe ata që hapen frontin e luftës për çlirimin atë dheut, ku me pak mjete, mirë po vërtet shumë e vlera. UÇK-ja është një ushtri e cila pate s'kishum me arrit ku jemi. Edhe shpresojmë që ata çlirimtar do të dalin të lirohen sa më shpejt, sepse po që të vepron ai proces, është vërtet një padrejti historike e cila po vazhdon edhe më tutje ndaj vlerave tona, ne vlerë më të madhe pos pavarësinë e Shqipërisë që kemi pas në atë kohë, Skënderbeu që ka qenë në atë kohë si figurë, që ka dalë në ballë atë dheut, ani kanë qenë edhe këta luftëtarë cilët sot janë në ballë të kombit, mirë po të akuzuar nga çarqe ndryshme të nxitura edhe nga vetë Serbia që ka përgatitur ato dokumenta, cilat për mes edhe Rusisë faktikisht ka ndikim, mirë po është shumë dëm i madh që edhe sikur jo 180 vite të jepën, mirë po edhe 180 minuta sikur të jepën dënim këtyne çlirimtarëve, ne po na cënohet drejta e UÇK-s, vlerat e UÇK-s që kanë qenë simbol i çlirimit të dheut. Kosova është shtet, që prej shkurtit vitit 2008. Po. Tani shënojmë për vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Jem prap, po. Një momentum shumë i rëndësishëm historik për të drejtën e shqiptarëve, edhe pse me vonesë, shumë me vonesë, por një momentum shumë i rëndësishëm i arritur pas një lloj diskutimi, me ndimen
e madhe të Shteteve të Bashkuara, të Mbretërisë, Gjermanisë edhe të aleatëve. Kosova po lëviz matutje. Si e shihni sot si gazetar Kosovën në dritë të këtij përvjetori të rëndësishëm të shtetit? Po i përvjetori ka ardhur si rezultat i zhvillimeve, domethënë të çlirimit të dheut që patëm fjalën edhe parët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që i doli në vallë armikut. Unë e shoh këtë përvjetor si përvjetore tjera në mungesën e atyre çlirimtarëve, vërtet është më i mangët, është më shumë vërtet i mangët. Mirë po, ne pavarësinë duhet ta manifestojmë si zakonisht që është vlerë historike e popullit tonë, pas pavarësisë së Shqipërisë, është kjo pavarësi ku në të ardhmen shpresojmë që me çurinë e këtij populli dhe me synimet që ka, ne duhet ta bëjmë një pavarësi të re, domethënë ribashkimin e trojve tona shqiptare. Kjo është fundi që doje ta dëshiroje kolegu Dibroni. Këtë dëshirojmë, edhe kam punuar në këtë projekt, kemi vepruar edhe sikur edhe ata që janë atje, edhe shumë të tjerë këtu. Këte procese kanë, Kjo është edhe ëndra që ëndra jonë është shekullore, nga rilindasit, nga çlirimtarët, nga deri me ditën e sotme, domethënë prej Skënderbeut të Këndej, s'është e thonë vetëm ne, mirë po, na kanë parapri edhe shumë brezat më hershëm, edhe deri që vim deri në këtë pikë të kulminante, domethënë, ndaj dashurisë së dheut. Koleg Dibroni, nga pikpamjet publike që ndonë me ndjekësit në Facebook dhe kudo që je, vëre që ke breng mjedisin kulturor, kudo që është i pranishëm sot, i atakuar kë mjedis, nëse më të them nga klerik të ndryshëm, dhe së fundi ke kërkuar dhe dorëheqjen e kreut të Bashkisë Islame të Kosovës në internala. Që të pengojnë klerikët? Shif, unë as pak s'këm dash me hy këtu, edhe ne populli shqiptar, edhe në përgjithësi, ne kemi të sajuar, jemi një popull, domethënë një shtet laik, i cili e kemi ato të zgjidhur problemin historikisht, mirë po vërtet këtu na kanë hy organizatat terroriste, cilat janë të shpallura, domethënë shtetet e lindjes, ku ato kanë dëbërtuar me shumë investime, shumë propagandë, të cilat vërtet kanë gjetë aleat e vet, ku ndërta është në internava në krye me Bashkinë Islame, edhe ato të Shqipërisë, edhe të Bashkësinë Islame të Maqedonisë, ku dominohen edhe nga Bashkia Islame pikërisht të Serbisë. Këto është një fatkeqësi shumë e madhe, ku vërtet këta i kryejnë dëm shtetit shqiptar, i kryejnë dëm edhe Kosovës, ku në këto kohë është një gjendje shumë alarmante, ku për çfarë dëmesh e keni fjalën? Përse është gjendje alarmante? Për çfarë dëmesh po flas? Po është një gjendje shumë alarmante kur në këtë kohë të zhvillimit teknologjisë, në këtë kohë të zhvillimit ekonomik të botës, në këtë kohë që bota po zhvillon, domethënë bën një ndryshim teknologjik mbrana 24 ore dhe bota po tenton që del të krijoj hapësirë banimi edhe në Han, edhe në lyve tjera. Edhe ndërsa ne shqiptarët jemi me një libër të huaj, një fe të huaj, e cila nuk na përket ai feje si feje, është ajo që ka metë tash dikush thot me dhunë, faktikisht na historia e tregon më së miri që ajo është importuar, domethënë, është dhënë me dhunë dhe forcë nga pushtuesi Osman, ku jo vetëm ne populli ynë, por ka shumë popull cilëve ju ka imponuar ajo fe. Mirë po të ne është thelluar shumë më keq. Dibroni, si po e sfidojnë sipas jush identitetin kombëtar këto vryma ligjerime ideologjike? Po këto rryma jo vetëm identitetin kombëtar, mirë po çdo gjë që janë shqiptare e kanë synim ta
azgjësojnë, ta shkatrojnë edhe ta tjetërsojnë, domethënë. Si të besohet kjo çfarë po thonë? Po, si të them, kur pavarësinë e Shqipërisë nuk ta njeh. Kush nuk e njeh? Po nuk e njohin këto forca islamike të organizimit politik, të cilat vërtet janë organizat politike, edhe shumë e rrezikshme. Kush e ka thënë këtë? Po pikërisht mos e po kërkon që ta thot. Që ta zbërthejmë në Po them, po vërtet është një ndër ta, është Osli Jezergji, i cili ditën e pavarësisë e quajnë ditë vaj, ditë zie. Domethënë ditë zie quhet Olsi Jezergjiu. Olsi Jezergji është një ndër ata predikues të islamizmit, domethënë politik, ku jetën edhe në Kanada, këto ditë e udhëheqë edhe një gazetë Impact, cilën e kom jo që e kom sulmu, po e kom tregu realitetin. Mu kam tregu realitetin edhe kam shkru artikull kundër tyre, ku pasande janë përpjekur që të me kritikojnë, të më kërcënojnë. Nuk e feston, ai ka thënë publikisht, e vërtet, për Olsi Jezergjiu ka thënë publikisht që një njeri që ngrit tre nuk e feston shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë si fest, por si ditë e kopshme është. Ditë e kopshme, se njohin tash pavarësinë, si njohin Me një Olsi Jezergjiu të ndërtohet gjithë konstatimi i madh se gjithë bashkia islame mendon ashtu, nuk e kanë thënë ndonjëherë. Po, u të them se për pavarësinë e Shqipërisë jo njëherë, por kemi gjetë me dhjetra e qindra e mira komente të cilat nuk e çmojnë, nuk e duan, as flamojnë, as pavarësinë. Edhe fatkeqësisht, sikur të ishte një shtresë e ulët, me po këto janë shtresë shumë e ulët e tyne predikues të fesë islame, por kanë kaluar në një ekstremizëm shumë të madh. Mirë po ata janë njerëz që s'lexojnë, ata s'janë peshës, ha thanë, hëse thanë. Mirë po kemi të bëjmë me shtresë akademike, cilët vërtet sot vend që t'i prinë kombit, vend që të hecin përpara, domethënë ta përparojnë shkencën, kulturën, artin, vlerat tona, teknologjinë, tash qohën lloj akademiku, kalon kohën në fe, e në xhami, pikërisht është Milozem Krasniqi, i cili e ka shndru Universitetin e Kosovës në çerdhe të islamizmit politik. A lihet ligjerata që të shkohet mu fali. Po që të bëhet kjo vepër penale. Kjo pikërisht vepër penale, mirë po shteti nuk, vërtet kam shumë kritikë edhe në organet shtetërore, cilët nuk ndjekën ato domethënë të drejtën juridike që të ndishin njerëz që ta sot Kosova dhe habitati shqiptar, kudo në rajon thua është në nënkërcënimin e një islami politik? Çdo gjë jemi të kërcënuar. Shtresa, domethënë çdo gjë që është kombëtare është e sulmuar. Çdo gjë. Domethënë është asgjë, domethënë nuk ka tu fillu prej Skënderbeut, prej Nën Terezës, figura të mëdha Ismail Qemalin, edhe Nën Terezën e kem katër, domethënë figura të cilat ne mbështepin ne identifikohemi përmes këtyre figurave kombëtare. Edhe përpiqen këto forca ta tjetërsojnë, t'i japin maqedonasëve, t'i japin serbëve, t'i japin grekëve dhe të hujve, domethënë figura të cilat ne krenohemi me këto figura kombëtare. Ka pasur të atill që e kanë dhënë pikpyetje dhe heroizmin e Skënderbeut, duke aluduar se i njëjti është më shumë me gjak nga serbët e të tjera. Po shif, na e kemi përcjell gjendjen, domethënë, unë krahas zhvillimeve ekonomike, politike, cilat i kam personalisht ta parizmin sen, u kam përcjell shumë me vëmendje këtë fatkeqësi. Je preokupuar me shumë i këtë dimension kulturor. Ku përcjell unë edhe sulmin e figura ndryshme, Skënderbeun, atë thyrën e Skënderbeun në Tiranë, që ishte para 4-5 vitesh. Figurat kombëtare të rilindazëve, të cilat i kanë thyer edhe këtu në Kosovë, gjitha ato, mirë po sikur t'jetë hajde një njeri që ka i ngarkuar, ose i paguar. Mirë po këto gjeste që bëhen ndaj kombit, ndaj flamurit, që gjuna si leck atje në mazlumi, po. Këto janë shenja shumë antikombëtare dhe edhe vepra penale.
edhe vepra penale, se e thashtë mëse vepra penale këto vlerësohen, edhe është dasht po që me pastru vetë në bashkësit islame këtu, ose në internave në kryet saj, ata është dasht më distancu, atëherë ne jemi në rregull. As që duket në Tërnava Liberale, kryetari i Bashkisë Islame, të besimi islam shariati shkon krahas besimit, pavarësisht që ne jemi një vend liberal, shtet laik. Tërnava ka kërkuar që të vendoset të adaptohet shariati në ligjet e Kosovës. Si e vlerësoni? Unë e vlerësoj shumë negative, se ne jemi në një shtet shumë fetar, cilët po që ta kërkon ky, e kërkojnë edhe katolikët, e kërkojnë edhe bektashinët, e kërkojnë edhe sa konfeksione besimi kemi këtu, kështu që vërtet është mirim kjo, kësana i thuhet një nxitje drejt përçarjes shoqërore edhe kombëtare, po që të vazhdohet kështu normal që këta pendjellin drejt për drejt luftën civile, sikur se i ka marrë lumi gjitha ato shtete në të lindjes. Është për mjerim, është për të çajtur popullin iranian këto ditë çka është duke vuajtur. Mbi 80.000 shpirta, mbi 80.000 qytetarë i vranë. Kjo është një masakër vetë të lerit këtyre islamik në kryet saj që është. A ishte dashur besimtarët musliman të solidarizohen me viktimat, me qenë se ata janë besimit islam, njësoj si që janë solidarizuar me viktimat në Gaza? Po, si së është dashtë të solidarizohen, këta është dashtë të solidarizohen, po këta për i gjykojnë, këto forca islamike, cilat janë në Kosovë, në Shqipëri, këta i gjykojnë ato protesta, atë rikthimin e femrës, dhe më thonë, e kulturës iraniane, unë vajzën e kam që ka studiu në fakultetin në Tübingen, në Universitetin e Tübingen, një universitet 300-400 vjeçar. Edhe thekson, e kam pas ligjerat, po më kujtohet kështu si rast, e kam pas ligjerat, zhvillimi dhe ndryshimi i popullit iranian në periudhën, dhe më thonë, para se të vinte vjeçare. Komuniteti Homeinve atje, Ayatullah në vitin 79 në Irani, shquaj për një mjedis të lartë të civilizimit, për të drejta të gruas dhe... Po ka qenë një popull i civilizuar sikur se në Evropa e para 50 vitësh, 60 vitësh. Ka qenë pothuajse i njëjtë, sikur se këtu pa dallim. Ka qenë një femër e emancipuar, e zhvilluar, domethënë në gjitha fushat. Se po ndërlidhni me Iranin, mjedisin kulturor shqiptar këtu. Po na s'kemi çka të lidhëm, se ne jemi një popull autokton, jemi një popull i vjetër evropian, ne kemi një kulturë ose di kanë këto forca dhe bën thirrje me shtin Ferexhe vajzën gruan shqiptare, edhe ta mbyllin, edhe mos e lanë. Atje është kjo mjerim është, kur krejt bota, unë jo që vetëm që jam shqiptar, mirë po unë krenohem për kostumet shqiptare, për veshmbathjen shqiptare, për plisin shqiptar, dhe më thonë, gjana që ne ka edhe bota, ne ka një par me knasi, dhe më thonë, pranon në fushën e kulturës. Këto gjana janë të mjeruse, cilët ata kërkojnë që edhe femrën tonë, jo ta ngrisin, jo ta bojnë një pedagogë, jo ta bojnë një intelektuale, jo ta bojnë një shkrimtare, një shpikse, një segmente ndryshme të zhvillimit, por ta mbyllin sikurse atje që vinë, sa nëpër Gjermani që vinë disa femra të shtetëve të lindjes, që ajo habitet, thot, kur e pyesin fëmijët tanë, ose gratë tona i pyesin, qysh e keni gjendje dhe çfarë, po thot, patën shoferi s'kem të drejtë, kur farë të drejtë. Kjo është një mjerim, dhe më thonë, e tash të kthehem, unë e bëj thirrje shtresi intelektuale, sidomos këta që t'i shohin pak me sy ma kritik këto çështje dramatike, mos të rrinë spektator pranë një fatkesie të kombit. Këtu, ata e quajnë si pak, mi po dal nga dal, ne po na hin ujtë ndërkam nga një organizat shumë e fuqishme me parat të jashtëzakonshme, të cilat vinë që unë rastisht unë mra një video një ditë, një halal i që ka afër këtu aeroportit, një organizat halal, ashtu qunin.
Disa organizata janë mbyllur, në fakt, me karakter humanitar, që ishin në ndryshimin që Unë ndoshta po është shpërndanin para ndoshta është humanitar, mirë po unë e nga pash. rryma me përjardhje të dyshimta. Po unë e pash aty me kamionet të mëdhej, duke shkarkuar libra të Kuranit, që domethënë me ato vetë shkarkues që janë të mëdhej, me tonelata që është ne që njerëzit që mirë me ndërtime, është punë e madhe edhe blokat ndërtimit me qenë ato se lemo gjitha e libra që vjen pa kur farë nevoje, edhe në gjuhë të huja, që se shumë nevojshme. Si ishin në shtetin, po mbyllë sytë, thu? Shteti po mbyllë sytë, thu? Është shumë i mbyllur. Shumë i mbyllur është edhe shteti, edhe shoqëria, domethënë civile, edhe njerëzit gjithë që ne namën të fesë këta po kalojnë një armë antikombëtare. Fejnë pe kalojnë. Nuk po përmbani fare, po ju thu antikombëtar. Shumë antikombëtare është. Kur ai mencionon flamurin, mencionon kulturën, mencionon gjuhën, po mencionon rilindasit, unë këto kam për jardhin. Unë duhet me qëndru, kam qenë ishi burgosën politik, ja kemi kthy armën armikut, edhe kemi luftu në atë kohë, kemi qenë në përburgje, jemi përsekutu, dikush edhe ka vdek Krindburg atje ku kemi qenë bashkë me ta. Një ndër ta është edhe Jakub Krasniqi, i cili po gjikohet atje, që kemi qenë bashkarisht në sen, edhe kështu që këta duhet ndërgjegjësohen, edhe shteti, edhe shoqëria civile, edhe shtresa intelektuale, sidomos shtresa intelektuale, po më habisin edhe, që shërrin spektatorën. Asnjë fjalë nuk e fol kush. Ja, po kjo është fatkeqësi. Edhe unë Nëse ka shoqëria deformim, ose është në kërcënim nga një ideologji që ka në prapavi etablime vendosjen e një sistemi kundër këtij sistemi liberal që i kem, nuk ka reagime. Askush nuk e sheh të rrezikshme këtë. Po kjo fatkeqësi. Akademia Shkenca nuk flet asnjë fjalë. Është për me çajt me vaj Akademi e Shkenca ku e përmende. Akademik, ne gazetar, ne njerëzit vetanak, në forca vetanake përpiqemi të thojmë fjalën tonë, ta mbrojmë atë dheun. Tri akademik asnjë fjalë se lëshojnë. Akademia e Beogradit bashkëpunon me qeverinë, bashkëpunon me klerikët e vet. Çdo gjë kanë kompakt. Tani s'duhet edhe me na merr. Shqiptarë kanë disa besime, mbase përmbahen nga përfshira në polemika të ndryshme. Po, vesh, këto në fatkeqësi. Për shembull, që patëm fjalën edhe pare të figurat. Nikola Teslën, gjithkush e din periudhë kush ka. Gjithkush me shku jo për larg, ja zgjon edhe vendbanimin, edhe shtëpinë i kujt është përveçuar. Nikola Tesla. Edhe Beogradi sot shqiptar duke vepruar në njëjtën gjë që e ndjek islamizmi, domethënë politik, përmes bashkësive islame këtu, përmes predikuesve fetare shumë ekstrem, si për shembull që ishte ai Eshref Saliua, si u quhet një, po. Ai thotë që s'ka pas shqiptar 1% pas kam qenë shqiptar. A unë jam ndër ata që kam përjardhën tash prej anës Topliqës atje. Edhe gjysma e Kosovës që veçonë, po gjysma e Kosovës na kemë përjardhën prej Topliqës, në Ukrainë, po thuajse sa Kosova. Mirë po asnjë deputetëve të Kosovës nuk vjen mend që të kërkojnë atë të drejtë veten që me kërkuar tokën e vet atje sot. Se lemo veç bispaku me rikujtuar. Kështu që me një fjalë, deshta me përmbyll këtu, Beogradi i përvetson figurat tona kombëtare. Beogradi ka aeroportin në emrin Nikola Teslës. Beogradi ka universitetet në emrin Nikola Teslës. Serbia ka shumë uzinat ndryshme në emrin Nikola Teslës, edhe kur dihet që është ajyni, mirë po shqiptarët të rrinë spektator, edhe në martlit ta marrin. Domethënë një figurë që ka bën, domethënë bom në atë aspektin shkencor në gjithë botën, jo vetëm të ne. Më herët, profesor Krasniqi, Milazim Krasniqi, në kuadër të polemikave me të ndryshme mbi rujtjen e identitetit kombëtar, midis tjerash, pati thënë që perandoria osmane
ka luajtur një rol të rëndësishëm në formësimin, në ruajtjen e identitetit kombëtar, si e cilëson? Po tash unë mund ta marr vetëm Ismail Kadarin ta krahasoj me Milezan Krasniqin. Ismail Kadareja ka thonë të kundërtën, domethënë. Ky Milezan Krasniqi ka me këtë të dhënë ti, ai domethënë s'ka mujt me thonë asgjë ose roli i kësaj i perandorisë osmane, ai ka shtyp këtë popull. I vetmi popull është që nuk ka gëzu kur far të drejtë. Zdej mali zi me gjysmë milioni e ka përfitu. Nuk e trajtojnë si pushtues perandorinë osmane. Ishte për ju pushtues perandoria osmane? Po. Ishte për ju pushtuese perandoria osmane? Po ky se ka llogarit, po çu s'ka qenë pushtuese, kur çdo gjë ka cenu. Ja ata Hazret si quajnë këta azema, domethënë ata ministra që kanë qenë, ata kanë qenë shërbimin e perandorisë osmane, këta mburën, këta i vlerësojnë e sene, kështu që kanë qenë, po them që pse kanë qenë e sene mirë, po s'duhet edhe mburën me atë figurën. Për kundrazi se ata e kanë zbetë. Si mjetuan, sipas ju shqiptarët, pushtimit osman dhe pushtimit Romak e tjerë? Si mjetuan shqiptarët, me cila ishte arma më e fortë që u rujt shqiptarizma? Shqiptarët e kanë rujt unitetin e vetë, gjuhën, vlerën, domethënë edhe atëherë s'ka pas edhe shkolluar shumë, mirë po në bazë të asaj traditës që kemi pas besën, edhe kanë rujt ata, që i kanë dalë krah njëri tjetrit, s'ka pas tratash. Feja nuk ishte kontributore. Jo, fare. Feja s'ka qenë diçka ndikuese. Kur ka dalë në front, e kanë thirrë gjithë njëri tjetrin, e dalin në front. Ta mbrojmë atë dhe unë. Kështu që edhe me sakrifica të mëdha, me sfida të mëdha, i përballum shqiptarët edhe shpëtuan, se ne jo vetëm që ishim të prekupuar dhe të shtypëm për perandorisë osmane, mirë po në prag më njëherë ndajten edhe pushtues të tjerë slavë sa në, kështu që është fatmirësi që i kemi përjetuar, domethënë mos zhdukemi si popull. Me shekuj në sundim shqiptarët janë po këta. Po. Sot natyrisht më të fortë, por për ju 26 vite në liri Kosova është nën kërcënim nga kjo lloj ideologjie e ligjerimit. Po, çka them, na vend që të mirë me shkencë, me kulturë, me art, me zhvillim tash, me ekonomi. Edhe tash ne mu marr me çështje fetare, është të merrit. Kjo është një tragjedi kombëtare. Përse po kanë ndikim klerikët? Po shif. Në këtë aspekt. Është rezultati i heshtjes së intelektualëve, i elitave mbasi të dobta politike, i një mjedisi socio-zhvillimor ekonomik e kështu me radhë? Po, edhe ajo ndikon se këta kanë një fond të pa limit, domethënë, që furnizohen nga çarqe të ndryshme. Ja ato burime duhet i kërkon me do shteti shumë shpejt i gjen, i zbulon edhe i asgjëson këto forca, ato para, ato ai kanal që vjen përmes shteteve ndryshme, mbi të gjitha vjen sidomos prej slavëve, ose janë ndërmjetësues slav me shtetet e lindjes që vinë gjithë këto para këtu, kështu që është në vërtet është një mëkat i madh, cilën ne rrimi dur kryq pranë kësaj fatkeqësie, edhe sa së vonë shpresojmë që me ndërtimin e qeverisë sot kur e thermelojnë, tash ne duhet të kemi një qëndrim shumë prerë, bëjmë edhe një presion fuqishëm nëse ata s'kan ndërgjegje, që të ndalin këta, këtë unë s'po them se nuk jam kundër fesë, po jam kundër organizatave të politike, të cilat si islamizmi politik, pothuajse me këto vepra, ky është në prag edhe të shpallës si organizat terroriste. Terroriste se e vran njeriu në Kashanik, ne na vran shtetin në Kashanik. Edhe sot u vra 3 ditë u diskutu për atë njeri, për rreshterin. Lika, po. Edhe vetëm 3 ditë u diskutu, edhe asgjë sigurisht ndodhi, u qit në arrest njeriu. Ai ka qenë shtet, pjesë e shtetit. Për kokë banore, Kosova është vendi vetëm në Evropë që çoi më shumë të luftarë në ISIS, organizatën terroriste ISIS.
është fatkeqësi shumë e madhe, i vetmi shtet më i vogël është numerikisht ndoshta, mirë po ka nxit njerëzit që me shku atje, fatkeqësisht kanë met shumë të ri atje, kanë humb jetën, eshtrat që kanë met atje, meten shumë gra të veja, meten shumë fëmijë jetim, cilët janë kthy, mirë po s'po di sa ju kanë adaptuar më jetës, mirë po institucionet shtetërore duhet më marrë edhe me atë kategori njerëzve që mos me lanë me kalu në ekstremizëm. Unë jam ka habitëm tash gjithë ky investim që bëhet në këto shkolla. I vetmi popull, vetmi njerëz, vetmi kategori njerëzish që lutën me vdek njerëzit janë vetëm këto hoxhallarët. Asnjë popull, asnjë kategori njerëzve në botë, u s'kam po që i lutet që me vdek njeriu, këta luten me vdek dikush edhe me shku me marrë mlaj para. Po unë ka habitëm, kam rastësi. Është në traditën shqiptare kjo? Është në traditën shqiptare? Po jo, s'ka qenë asnjëherë. Kjo ka qenë një çështje humanitare që kur s'ka njeriu, s'ka. Këta edhe me vdek njeriu, veç shkon ja kërkon një herë, a ke paguar antarësinë? Jo, mbillej. E lënë pavarros njeriu, domethënë punë çka nuk tolerohet. Punë që vetë populli edhe ata që s'din duhet me kuptu. Kush janë 4-5 klerikët fetar islam ndaj të cilëve je shumë kritik? Do të shqetësoj. Po vetë ju ata veprimet që i kanë bërë Shefqet Krasniqi është po janë këta të gjithë, Milazimi ma nuk është ai si hoxh, klerik, por është profesor që jo ka lënë këtyre. Po mazlum, këta rrenat janë tash gjithë. Kush të ka provokuar më shumë dikur kur e ke shikuar në telefon, në rrjetet sociale apo kudo tjetër? Po një ndërta është Shefqeti, i cili ju paraprin këtyne. Shefqet Krasniqi. Çka ju ka provokuar Shefqet Krasniqi? Po ky provokon për shembull në shumë Ka nxjerr nga Terezia nëse mund ta them. Po normal na kanë nxjerrë shpesh herë dhe Si ka reaguar? Deklaratat e tij janë shumë ekstremiste, të cilat vërtet nuk mundet me përballu njeriu ose ai hoxha. Për nënën Terez, pjesa apo për në gjatë tjetër? Për nënën Tereze, për Skënderbeun, për tash të nxitjen e veç për shembull ku mund pajtohemi ne si popull, një popull me kulturë, edhe se kemi qenë popull i shtypën, edhe në okupimin e huaj, ne kemi qenë popull që kemi dhënë kulturë, botës që kemi dhënë. Ne po që të hynë Shqipëria dhe i nesër për shembull Bashkinë Evropiane, po për këtë shkak pikërisht edhe nuk e lejojnë me hyjë se po që ta kërkon Shqipëria, dëm shpërblime dhe kombi ynë, ne do të shtimin borxh shumë të madh Evropën, edhe këtë botën që ne kanë vjedhë kulturën, ne kanë vjedhë edhe gjuhën, ne kanë vjedhë zakonet, ne kanë vjedhë gjitha. Evropa na i vodhi kulturën. Shumë. Pikërisht greku. Historia greke do të jetërsohet me futjen e Shqipërisë në Bashkinë Evropiane. Dëshiroj që sa më shpejt, mirë po nuk jemi aq në moshë që ndoshta ku e dim kur do të vdesë, kush do të vdesë pari, mirë po ne do të përjetojmë që futet Shqipëria më shpejt do të hap procedurë ndërkombëtare ku për dëm shpërblim. Sikur Izraelitët në jetën gjaja kanë thonë, edhe ajo është një popull shumë me një fat njëjtë sikurse ne. Edhe qohen shqiptarët këtu derdhin lot krokodilli për palestinezët, ku ata jemi dëshmitar para një viti, ata e sulmun para 2 vitesh. E sulmun në gjumë, e sulmun shtetin Izraelit. Kështu që është fatkeqësi e madhe me dalë shqiptar në Tiranë, në Prishtinë, Shkup, me dalë, me protestu për një popull që s'njeh aty as kulturë, as pavarësi, as gjë, domethënë është mik i armikut tënd. Është për të çuditur. Ju jeni gjatë në Gjermani, që burgosur politik, gazetar. Si është bashkëtosh me bashkëdhetarët në Gjermani? Po si të them, këtu në ndikimin e partive politike të cilat vërtet kanë bën shumë përqarje, na kanë bën atje. Është vështirë që të gjesh 3 shqiptar bashkë. Jemi përpjek shumë herë, jemi përpjek që të bëjmë organizimin në fusha, domethënë soza kombëtare. Mirë po
shpesh herë edhe po thuj se gjitha kanë deshtu. Cilën ndikimi fesë të shqiptarët në Gjermani? Po ai ndikimi është edhe politik, i partive politike të cilat këta vinë atje se cili Politikanë dhe atë fund mund të kenë, po. Po lypin para edhe gënjejnë se i kemi formu partitë politike, aty po shkojnë për i formojnë partitë, do më thonë, si shoqata kulturore, tani thojnë partije, sen, ndërkohë shteti Gjerman nuk lejon me formu parti politike. Mirë po, e më edhe më shohë, halo, është çështja e predikim fetar, atje është katastrofë, janë duke bërë propagandë shumë të madhe, duke i mbyllur dhe shkollat që me sakrificat të mëdha kemi investu edhe kemi hapë shkolla shqipe, tu bën propagandë. Më shumë shqiptarë shkojnë në xhami atje se në shkolla thu? Jo, shkollat shqipe, na që kemi hapë, domethënë më shumë shkojnë. Kuadrën e Mësimi plotësues që është. Më shumë shkojnë në xhamia se në shkolla thu? Jo, po shumë edhe janë mbyllur shkollat shqipe, kanë ndiku këta që i përqeshin fëmijët që shkojnë tash në shkollë. Kush i përqesh? Po ky grupi i këtyre islamikëve, të cilët vërtet kanë xhallarët vinë atje dhe bëjnë si lloj. Jo, kanë, po atje është po thuj se e njëjta edhe ma keq, se këtu po rrezikohet një Kosovë, aty po rrezikohet një shtet i tërë, domethënë, një Evropë e tërë. Edhe një herë të lutem kush po? Një Evropë. Gjitha shtetet e Evropës janë në rrezik për këtij faktori. Gjitha shtetet. Ku pardje se di ja lexova ajo, u çun populli i Zvicran banin një protest që mos me leju me ndërtu një xhami që pas ka marrë para këta edhe i lypën të ardhurat, ka po furnizohen. Kush janë këta ka përmojnë këto, kështu që e nalën, s'ka qenë para një javë, po vetëm pardje ishte kjo protest në Zvicër. E popullit Zvicran, dhe më thonë që u qu kundër se lejun, dhe më thonë ndërtimin e xhamisë, se s'kan lënë edhe atje qytet, as kanë lënë shumë qytete, shumë fshatra, shumë janë me... Cila është arsyeja e ekspozimit kaq të madh të shqiptarëve ndaj besimit? Jetoni, unë s'po them që të mos besojnë njerëz, është drejt atyre që besojnë, por që të radikalizohen në një shoqëri ku sundon ligji, ku sundon demokracia, kjo duket pak e pashpjegueshme. Po, është pashpjegueshme, është e pa logjikshme thuj se është e vërtetë ajo, mirë po këta kanë shku në atë anën e besimit, dikush ka interesa edhe personale, përfitimi paras, e kështu që aty është shumë problem, është numër i madh, cilët paret po marrin pa kufi, kapi marrin ata i dinë. Jetoni me një shoqëri demokratike, ku sundon ligji, ku sundon demokracia, ku funksionon mirëfilli shteti, që është e mundur. Shqiptarët atje jetojnë në atë mjedis liberal, dhe natyrisht kënë të mirat e tyre, po nga ato shtetet, dhe në anën tjetër të radikalizohen për shkak të disa ligjerimeve që bëjnë klerikët e ndryshëm. Unë po radikalizohen edhe në Xhanxhit, se këta peqojnë fëmijët, këtu fëmijët peqojnë për 5 vjeç. I mësojnë, ata si mëson për shkencë, si mëson për kulturë, si mëson për artë, si mëson për teknologji, po i mëson vetëm për çështje fetare, edhe ato në gjuhën arabe, shumica. Kështu që është vërtet edhe atje gjendje shumë alarmante, ku mu lajmëru në disa shkrime që i pata në kohët e fundit, mu lajmëru një klerik, një hoxh, ishte i Düsseldorfit, edhe kur më bani kërkesë miqësore, bashkë në Facebook ishte, thashë unë po e shoh që ti tek je hoxh. Unë nuk kam dëshira, dhe që kam kontakte edhe me ta, mirë po ty po të pranoj. Me kush që si Naim Tërnava, si Shefqet Krasniqi, si Mazlumi, edhe Bashkësitë Islame në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Unë tash po të pranoj. Më falë, tha zotëri, a bën edhe veç një minutë tha me të marrë në telefon. Okej, urna. Aje kishte gjuhën njëjtë sikur se unë të ti. Sikur se shtresa intelektuale që e di çka kombi, sikur adetarët që dhe dumë në shqiptarët, ai kishte të njëjtë gjë. Mirë po pas kanë ra, ai mu ka me këto ditë me fillu na veç edhe me intervistu, edhe me qit, ai thot veç ai jem, a është dikush më qit, më marrë intervistë, unë dalë me emën, mbi emër, jo, po 5 hoxhallat Mitrovicës si kemë. 5 Mitrovicës. Që
ata dalin zeza, gjitha korrupsion, tregojnë çka? gjitha hajnit që i kanë bon Bashkia Islame, Naim Tërnava, bile ai kishte hap edhe një procedurë penale kundër Naim Tërnavës. E ku tash këto ditë do t'i zhvillojmë ato në intervistë do ta marrë me ta. Mërgatën po e shihni të ekspozuar ndaj këtij fenomeni, mërgatën shqiptare. Edhe Margata është shumë, është një grup, domethënë, një grup i përqendruar në këtë Dhe shkova është larg sa thotë që Evropa, Gjermania, Zvicra, këto janë shtete të kërcënuara nga po jemi se na vetëm brenda ky komunitet i radikalizuar shumë na kemi vrasje, kemi kërcënime, kemi sulme, ai para 15 ditë e sulmon policinë, një Tiranë, një shqiptar. Në ky rezultat i këtyre ligjerimeve, kësaj ideologjie thu. Këto. Ky është rezultat, këto kërcënime. Rezultati i ideologjisë. Rezultati i ideologjisë, kështu që unë kom pa shteti Zvicran ka bën kërkesë që t'i ndalë në tërësi. Edhe kur edhe shteti Gjerman po ta prek shtetin Gjerman në shtet, në simbole, në kam, në vlera ti, ai kishte me i arrestu. Mati këtë kategori njerëzve shka këtu dojnë me ta helmu ujte, se mësë të i pranu vlerat e kombit e simbole, gjitha këto sana. Si gazetare kene plan për t'i intervistu këta klerik dhe si pas jush, ata kanë tregime, ata kanë tregime dhe rrëfime. Ata janë hall për këtyre. Shqetësuese se ç'po ndodh. Jo, ata janë hall, ata do të hapen në procedurë, ata do të tregojnë keq përdorimet, ai bile ma theksoj 500 euro, unë 500 euro kur na kanë ardhur, ai edhe ky ka qenë në grup me ta. Kur na kanë ardhur 500 euro për një shtet i lindjes, thot u të bum gjithë edhe i forkojshin tha duart grupa. Të ja bojmë hallin 500 euro një mbulesë të vogël, tha pe marrëm dikur në tokë për xhami, tjerat pedojnë. Çuçi edhe ky të bjen kundërshtim, edhe ky ka me shumë dëshmi, që do të hapet një kapitull i ri këtu. Do ta trëndisin këtu, do ta shokohet. Jam shumë i bindur se kanë frikë ta, i kanë frikësu, i kanë zonë tash, i kanë plandos për tokë, me presione, me para, me shumë këto malverzimet, cilat edhe këta kanë guximin, këta dalin tash publikisht. Je ndjerë ndonjëherë në kërcënim si gazetar? Përmes këtyne jam ndi jo njëherë për me mira herë, po. Jeton në Gjermani, ke denoncuar ndonjë rast? Jo, s'kam denoncuar ende, mirë po ndodhë që duhet me denoncu. Duhet që me denoncu se kur... Plani ytë është që përmes rrëfimeve të hoxhallarëve, ata që ke identifikuar, po shif, derisa ata të nxjerrën sipërfaqe, derisa ata radikalizohen, derisa bojnë nëmën të shqiptarëve, domethënë ata çka bojnë nëmën të ata po thonë shqiptarë jemi. A kupton? Edhe janë shqiptar? I trajton ju si shqiptar ata? Po ta s'mund t'i quaj edhe shqiptar kur veprojnë kundër këtij populli, kundër këtij vlerave këtij populli. Edhe thua Shevçet Krasniqit po e takove, po përballa me të. Përbesë, unë do t'ja thom në sy gjitha këto vërejtet që kam, kisha m'ja thom. Mu tërhek, sa është vonë, qoftë se ndinë ata sa do pak që kam e ndjenë shqiptare, mu tërhek për i këtyne veprime shumë diverzante, cilat janë që e cenojnë shtetin, është mirë sa ma herët, sa nuk ka kalu këj popull në revolt, dhe më thanë në dy anshme, se po të që mund prodhot ekstremi tjetër si pasoj kësaj ideologjie? Kjo është prag, normal se njerëzit... Mund prodhot ekstremi tjetër? Radikalizm edhe maj fuqishëm mund të bëhet. Ekstremi prodhon ekstremizm. Edhe që mund dalin edhe në demonstrimet ndryshme, se u kom përcjell 2 tobore të dhanë edhe këndaj. Kështu që ka mundësi që me dalë shumë, me skadu... është edhe lëvizja Deçanit, disa lëvizje tjera që janë dalë në sipërfaqe si kundërpeshme shumë, si lloj proteste nëse mund ta them ashtu, kundrejt. Po shef janë disa lëvizje të cilat vërtet ato thirrën atë aspektin fetar, ku është e drejtë edhe tyne, sikurse është e drejtë e këtyne, mirë po ata në radikalizëm s'po kalojnë. Interesi kujt është të bëm pikë 5 shqiptarit? Interesi kujt është të bëm pikë 5 shqiptarit?
Kush ka interes që të bënë pikë pas? Interes kanë armist që këta kanë rënë në ndikimin e armistëve, pikërisht Serbisë më së pari, cilët Në gjithë historikun tonë, shqiptarët nuk ishin të ekspozuar kaq shumë me fragmentarizim. asnjëherë s'kanë qenë. Asnjëherë tash. Pse tash në liri të ndodh? Po pse kjo në emër të demokracisë, këta pe ka shpërdorin fen edhe po kalojnë në ekstremizëm, ku ekstremizmi me veprimet e veta po kalon tash në veprime skandaloze, domethënë, sikur djegën e flamurit, ai që mësuesi ta hedh në shport në beturinë. U shpall i pafajshëm nga gjykata. Po, u shpall i pafajshëm. Po. Unë mësuesi anglishtës Hayreddinaj, po. Nëse kam përcjellur këtë ditë, mirë po domethënë, nëse u shpall bashkëfaqësi. Nuk u vërtetu tha gjykata akuza e mosdurimit dhe përçarjes ndaj tij. Ata gjithë kemi pa nxënësit, ai nxënësi s'është, ai i menin ndonjë. Gjykata kështu vendosi, po më duhet ta. Shumë gabim i madh, o gabim që pe marrin gabimet e tyre ku nesër bashkëfaqësia do të jetë e barabartë me ta. Po se benzisin tash, edhe tjetrin ta djeg flamurin, ta bjen edhe shpe, kur e din që ti je kombëtar, do flamurin, do pavarësinë, ty do të shërmon edhe nesër në shtëpi, se lemo atje në shkollë, që s'ka pas për dikujt. Këto gjana duhet shteti të ndërmer sa më shpejt, sa su më vonë, shteti me ndiku edhe me ndërgjegjësu. Është interesante lajmin që e dhatë se këto ditë ose këtë kohë në vim keni plan për të intervistu klerikët? Patjetër. Dhe sipas jush do të shokohet publiku se çka do të ndëgjoj, se ç'ndodh në komunitetin e hoxhallarëve, Bashkisë Islame. Ata në gjendje edhe me dhënë intervista si gazeta, intervista pranë televizionit, intervista gjithkund. Kush na pranon, tha na jemi në gjendje me tregu realitetin. Do denoncoj skandale thu brenda. Po. Ata janë në gjendje me dalë publikisht, edhe se janë hall ata. Janë në hall sikur se ne që jemi në hall, ata janë predikues të fesë, domethënë të tradicionale që kem pas, si baba jam, sikur ai tjetri. Edhe unë, zoti Ridvan, jam shumë i shqetësuar pikërisht për fëmijërinë, pikërisht në këtë fush, kur baba im tregonte në atë kohë, nga kur ishte i shumë të vogël, pyet shumë me çush u zhvillu populli, me çfarë kushte, me çfarë shkolla, shanë kënej, ai tregonte vetëm shkollat që ai kanë qenë më tepër në Kosovë. Më tepër. Po mirë, çfarë gjuhë keni bën aty veç arabisht? Kret për mësh që kanë mësuar 300 faqe, ka 300 aku disa ka pas, kret për mësh. Po a keni ditë domethënë çka kur gjajs, asnjë fjalë, shqip domethënë se kanë ditë. Edhe bane me mend, shkojnë tash se unë jam i Marsit Gollakut, në kufi me Serbina, ne. Edhe bane me mend kur shkojnë këta se me një ditë tregu. Një ditë tregu është ka banje Serinës, në tullari, thunë. Edhe shkojnë, veti treti, me jetu, baba me një dy tre fshatarë, po edhe ata nxënës bashkë. Shkojnë me qu diçka baktia, me qu diçka me shitat, në veqen e diçka. E kur kalojnë një zonë aty, e shofin një Serb, një shtëpi, një Serb, që i përgjan, kërejt aty në hoqës tyne, që i ka dha mësim. Edhe marrë thëta është Radovani, po marrë Radovani, po i flasim, kur shkojnë këta flasin, si u fletë, paraqitë se s'jamën. Munohen këta ne, marrë të edhe ecin këta, mojnë tregun, kthehen, kur kthehen në Dabishevë, në fshatin tonë, Ajkovillë dhe Dublovic kanë qenë 3 fshatrat në bashkësinë që kanë pas, edhe ta alarmojnë në rrisë situatë. Marrë thëtë Radovani, më rejshë hoqë joni, ma jo bre, bënd, dikush e merë shakat, dikush propagand, po gënjeni, dikush anë i kënej. Marrë thëtë, na bëgjërësimi, edhe na për formojnë, vëzbesone, formojnë një komision, shkojnë, formojnë një komision, 8 veta shkojnë e vërtetojnë Radovani, hoqë i shqiptarve, dhe edhe e largojnë, tani në format administrative e largojnë, demonstrative, po mendoj e largojnë atë hoqën e kështu që... Që do të thotë se? Do të thotë se xhamiat, do më thonë shkollimin e parë, këtu e kanë majtë në për Slav, Ros edhe Serb.
Këta kanë ndiku, këta kanë hapë shkollat e para, si me tepet e para që me indoktrinu, me mshel sytë këtij populli, këta janë Rusë dhe Serbë, ku u i thras gjithë studius që mos tjetë veç fjala jam, por le t'i vërtetojnë se ka akoma gjallë pleq e le t'i vërtetojnë këtë gjana se ka pletë për pletë Kosovë. Një dhe gjallë. Federata e Arbrit, iniciativë që ju e quani të rëndësishme Po. Për të arrujtë identitetin kombëtar të mërgatës, për të nalë fragmentarizimet. Përse është rëndësishme kjo? Pas shumë aktiviteteve tona që jemi përpik si në lidhën e shkrimtarëve, si në bashkësinë shqiptare, që jemi përpik gjithmonë soaza kombëtare kanë qenë ato lidhësh intelektuale, shumë kemi pa bashkërisht me tjerë të kemi formu, mirë po tu deshtu po se lidhja shkrimtare që është vërtet që vepron, unë jam përpik që ta bëjmë një projekt shumë i gjanë këtu, me karakter kombëtar, është Federata e Arbrit, është që ka si synime ribashkimin të gjitha territoreve shqiptare këtu në Ballkan, tu fillu me Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Çamëri, Presheve, gjitha këto territoreve që kanë me të coptuara nga padrejtisht nga shtetet evropianë atë kohë dhe shtetet e fuqishme, të fuqitë e mëdha. Këtu e kemi si synim që t'i ribashkojmë në gjitha forcat, si në fushën e kulturës, si në artë, si në fushën e teknologji, si në armatim, si çdo gjë, kemi si synim që t'i him kësaj pune shumë të rëndësishme. Por këtë punë është dashur me marrë akademik të janë ne mirë, po fatkeqësisht akademi veç në letër kemi, edhe kisha me bë thirrje 80% të akademikëve me dorëzu ato diplomat që i kanë. Tituj. Pse? Pse s'po bojnë asgjë për kam. Asgjë, edhe 80% të këtyre deputetëve që janë nëpër foltere, as këta s'meritojnë që të jenë aty se. Votoj popullin. Po ata po thonë, po realitetin duhet me thonë se veç me shku, mos me qenë, unë kam përcjell disa deputet kur gojën cilë se ka as për çështje kombëtare, as për çështje ekonomike, as për bujqësore, as për kur gjaj. Çka dynaj me marrë rrogën me pagu. Kolegu Dibranit, faleminderit për kohën. Respekt. Se gjetët t'jesh me mua në këtë intervistë. Ishte kënaqësi edhe për neve. I falenderoj edhe i uroj mbarësi ta mbani një vijë kombëtare, domethënë siç e keni nisur, edhe besoj se çdo herë do të hesni me tema të reja, me parime të shëndosha e kombëtare. Faleminderit. Respekt, mirupafshim. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.